Astrologët parashikojnë se 4 muajt e ardhshëm do të sjellin mundësi të rëndësishme për 3 shenjat e zodiakut, duke hapur rrugën për rritje financiare dhe partneritete fitimprurëse. Binjakët do të ndjejnë një val energjie dhe frymëzimi që do t'i shtyjë të zbatojnë ide që kishin vendosur prej kohësh nërsirtar. Burimet e reja të ardhurash ose mundësitë të lidhura me komunikimin dhe kreativitetin mund të shfaqen papritur. Çelësi është të guxoni të merrni iniciativa. Edhe një hap i vogël përpara mund të përkthehet në përfitime të konsiderueshme financiare, ndërsa vetbesimi dhe stabiliteti do të shpërblejnë guximin e tyre. Peshorja. Kjo periudhë sjell peshorës njohje dhe perspektiva për përparim financiar. Puna e tyre e palodhur, diplomacia dhe aftësia për të mbajtur ekuilibrin më në fund do të vlerësohen. Mund të shfaqen në horizont promovime, projekte të reja ose burime të qëndrueshme të ardhurash. Ujori. Mundësitë e papritura presin ujorin, veçanërisht në fusha që lidhen me ide të reja, teknologji ose projekte bashkëpunuese. Qasja e tyre krijuese do të tërheqë vëmendjen e njerëzve të duhur dhe partnerëve fitimprurës. Suksesi financiar do të vijë shpejt nëse veprojnë me vendosmëri, duke bërë këtë një kohë të shkëlqyer për rritje, njohje dhe pasuri financiare.